Ka një rritje të besueshmërisë ndaj. Jo, po është si popull, si kulturë. Të kujtohet, Stalini i mori si dele. I mori nga stepat nga ndë dhe i qoj deri në Berlin. Dhe iknin këmbë ata. Pra nëse gjermanët shkonin me tren, me kamiona, me aviona, me tanke, gjithë. Kujtohet ushtrit gjermane që shkonin. Këta vinin këmbë. Në momentin më të mirë të frontit perëndimor, pas D-Day që zbarkuan Amerikanët dhe aleatët në Normandi, ata kishin 650.000 trupa që zbarkuan, këta kishin 10 milion në kufi. Dhe kjo është arsyeja pse në luftën e dytë botërore jeta e një ushtari gjerman barazoi me jetën e 30 rusë. Se kështu janë si vetëm azerët, azerbajxhanasit, në Stalingrad kanë humbur 400.000 njerëz. Se kështu janë ndryshe, është një kulturë komplet ndryshe. Por kjo kulturë ka atë limitin e vetë. Të thash, ata e kanë të pamundur që të bëjnë aksione ushtarake apo aksione politike jashtë territorit të tyre. E kanë kulturalisht të limituar këtë gjë. E qartë lërë. Dje Këshilli Nacional Rus u mblodh për të shikuar se cilat do të përgjigjet. Këshilli i Sigurisë Kombëtare. Po. Po shpresoj që me që vazhdojnë bisedimet dhe me që është edhe Trumpi edhe Erdogani lojë, nuk besoj që do të çmenden ai sa të përdorin një bombë strategjike. Me siguri do përdorin Oreshnikun ose raketa të tjera, çojmë. Kalojmë tek ajo që e lajmëruan në hyrjen, tek tema e dytë. Pra kemi disa zhvillime pozitive të cilat s'paku të quajmë ashtu, nga lindja e mesme që na vjen, një tjetër pikë nxehtë, shumë nxehtë. Atje ku po ndodhin vrasje për çdo ditë, bombardime të civilëve. Dhe kryeministri Benjamin Netanyahu thotë se ka planuar një plan të propozuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës për një armëpushim, të propozuar nga Steve Witkoff. Shiko, çka po ndodh atje? Situata është shumë interesante. Po verifikohet ajo që unë edhe ti kemi thënë këtë studio më përpara që Trumpi nuk do dojtë prishet me aleatët e vetë arabë. Dhe do të detyrojë Izraelin që një formë ose një tjetër të gjej një ekuilibër për të shkuar te armëpushimi edhe ndoshta tek një armëpushim afatgjatë, se paqja është shumë e vështirë që të kemi. Për këtë arsye Netanyahu është i detyruar të mos mbyll linjën që ka me Trumpin dhe me Amerikën, sa atje qëndron forca e tij, por në njëjtën kohë të kërkojë edhe garancitë cilat mund t'i japi sot për sot Amerika me vendet aleate, pra vendet arabe. Në të njëjtën kohë, Netanyahu gjendet në një situatë, i thonë Shqipëri situatë leshi, sepse aleatët e tij në qeveri, Ben-Gviri, pra e djathtë ekstreme, ministri i Brendshëm, ata dolën dhe thanë që ne si Gaza do bëjmë dhe bregun perëndimor, do i përzëm palestinezët dhe do ndërtojmë Izraelin edhe të bregu perëndimor. Kjo do të thotë prishje gjithë marrëveshjeve të mëparshme dhe luftë rajonale.